Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Balkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Përfaqësues të biznesit në Kosovë po protestojnë kundër vendimit qeverisë që i nxjerr ata në tregun e lirë të energjisë nga data 1 qershor. Ata thonë se kjo do t'i dëmtojë rënd ekonomikisht duke i çuar deri në falimentim. Në një reagim, kryeministri Kurti tha se koha e barikadave ka mbaruar, ndërsa u kujtoi bizneseve që preken se kanë pasur 8 vite kohë për t'u përgatitur. Hyrjet për në Prishtinë u bllokuan para ditën e sotme. Shkaku bë protesta e përfaqësuesve të bizneseve në Kosovë, të cilët kundërshtojnë liberalizimin e tregut të energjisë, pasi sipas tyre nuk janë bërë përgatitjet e nevojshme për këtë ndryshim. Ata kërkojnë që ky vendim të shtyhet për 1 vit. Ne qa kemi kërku prej qeverisë Kosovës, kemi kërku një subvencionim që zyresi nevojitet për 50 milionve që me shty ose me najdhon ne këtë fazën e tranzicionit, që mos me do në tregun e lirë. Me 50 milion që prap nuk janë privatit kryeministrit, po janë të taksapaguzet këtyne që janë sot këtu, këta e mushin buxhetin. Po me këto 50 milion e pështon biznesin, i pështon qytetarët e Kosovës, se nuk i ngarkon edhe njëherë dhe e pështon ekonominë e vendit. Ky vendim nënkupton se të gjithë bizneset e mëdha nuk do të furnizohen më me energji përmes tarifave të rregulluara, por duhet të gjejnë vetë furnizuesit e tyre në tregun e lirë. Nëse nuk arrin ta bëjnë këtë, ato kalojnë automatikisht në treg të hapur me çmime të parregulluara. Vendimi prek kompanitë me mbi 50 të punësuar ose me qarkullim vjetor mbi 10 milionë euro. Në Kosovë janë të regjistruara mbi 1000 kompani të tilla që konsumojnë rreth 37% të energjisë së përgjithshme të shpenzuar. Ky vendim sipas tyre do të dëmtojë stabilitetin ekonomik, duke çuar deri në falimentimin e kompanive. Po teksa bizneset protestojnë nga mbledhja e qeverisë, kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka kritikuar odën ekonomike të vendit, duke thënë se ajo nuk ka bërë asgjë për t'i përgatitur bizneset për këtë proces. Duke injoruar faktin që nga ana e tyre nuk kanë bërë asnjë përgatitje për 8 vitet e shkuara, përderisa o shtyr nga viti në vet ky proces. Të dashur qytetar, të dashur përfaqësues të bizneseve, ajo çfarë oda ekonomike e Kosovës nuk po ju tregon, është se plotësimi i kërkesës së tyre nuk e zgjidh problemin. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosen. Vendimi i rregullatorit të energjisë për liberalizimin e tregut do të hyjë në fuqi më 1 qershor, por ende qindra biznese në vend nuk kanë lidhur kontrata për shkak të çmimeve të larta të ofruara nga furnizuesit dhe pritjes për shtyrjen e afatit. Në Kosovë, liberalizimi i tregut të energjisë është parashikuar me ligjin për energjinë elektrike të miratuar në vitin 2017, por zbatimi i tij është shtyrë ndër vite për shkak të mungesës së stabilitetit ekonomik në vend. Me këtë zhvillim do të flasim më gjerësisht, më bashkohet një komunikim të drejtë për drejtë zoti Lulzim Rafuna Kreu, i Odus Ekonomike të Kosovës. Zoti Rafuna, ju përshëndes, shkojmë direkt në temë. Keni qenë në qendër të kritikave të kryeministrit në detyrë Albin Kurti nga mbledhja e sotme e qeverisë. Keni ju një koment për mënyrën se si ai përcolli të gjithë këtë zhvillim, po sigurisht edhe për thelbin e protestës që mbajtet sot? Nuk isha lëshu shumë në komentet e kryeministrit, ato komentet e tina që i bën politike. Kryeministri do të mu brengos që nuk është përgadit tregu për bizneset me kalu në tregun e lirë, për shkak se kërkesa e biznesit për këtë fazën e tranzicionit është që të përgaditur tregu, jo biznesi, po duhet punot edhe me biznesin që biznesi gradualisht të kalojë në tregun e lirë. Mirë po së paru të përgaditur tregu. Dalja në treg të lirë në kupton që ti do të gjesh energji elektrike më lirë se që ke tani. Dhe kjo është obligim i institucioneve të vendit për ta rregulluar ose për ta ofruar një konkurrencë të drejtë, një konkurrencë të madhe që ti të kesh mundësi të gjesh me çmim më të lirë dhe energji elektrike në kuptimin e mos me pas reduktime dhe më mirë se sa e ke sot. Këtu është kërkesa jonë që kërkojmë një fazë të tranzicionit, se kanë pas të gjitha shtetet, nuk është që diçka po kërkojmë jashtë asaj që se kanë pas shtetet tjera. Dhe nuk është e vërtet që në 7 vite ose 8, për shkak se qysh në fillim në 2017 kur ka fillu të implementohet ligji, është pa që është gabim, janë kushtet
mbi 50 punëtor apo mbi 10 milion euro qarkullim. Dhe qysh në atë periudhë kohore është fillu që të përdoret, si me thonë, në mënyra e sasisë së shpenzimit. Dhe 5 bizneset e para të cilat më shumë të kanë qenë konsumus ose sasinë më të madhe që kanë shpenzuar të energjisë elektrike, linjës 110 kW, kanë kaluar në tregun e lirë. Dhe ato janë Sharcemi, është Trepça, është Ferenikli, e kështu me radhë. Ndërsa më pas është para pas sipas rregullorës që ka pas zyra rregullore të energjisë elektrike, që të kalohet një grup tjetër i bizneseve në 35, linjën 35. Dhe kështu me radhë. Mirë po, më pas ka ardhur koha e pandemisë dhe është në ky proces i kalimit në tregun e lirë. Dhe tani çka ka ndodhur? Ka ndodhur që brenda 2 muajve bizneset janë urdhëruar që të kalohen në tregun e lirë. Është kohë shumë e shkurt, e para nuk është përgatit tregu, e dyta duhet biznesit përgatit. Kur thonë përgatitet biznesit, duhet informohet para praktikisht se kanë kontrata të lidhura. Dhe kalimi në treg të lirë, sot biznesit pikushton 200 deri në 300% më shtrejse që ka sot energjinë elektrike. Dhe këtu është brenga jonë. Se nuk jam përgatit tregu, nuk ka kushte. Kemi vetëm një Kesko, që është vetëm një operator i cili ka ofruar ofertë. As kur tjetër s'ka ofruar ofertë. Po. Një tjetër pyetje kam shkurtimisht për të mbritur drejt fundit të bisedës. Cili është dëmi ekonomik që i shkaktohet këtyre bizneseve? Janë biznese të mëdha, të cilët flasin në fakt për rrezikim të stabilitetit të tyre ekonomik deri në falimentim apo mbyllje të bizneseve? Po, është fakt, janë biznese të mëdha, këto biznese kanë të punësuar rreth 143.000 punëtor, që i bie afër 50% për shkak se në sektorin privat janë të punësuar 330.000. Dhe gjatë studimit që kemi bërë në odën ekonomike me këto biznese, janë 1.300 në numër, na del se 46.8% e tyre deklarojnë që do të ketë reduktim të prodhimit dhe do të ketë reduktim të vendeve të punës. Çka kupton që rreth 64.000 vende të punës janë potencialisht të rrezikuara që të reduktohen apo të mbyllen. Nuk po them që mbyllen me ne ose 2 qershor, mirë po në muajin vijim mund të mbyllen. E dyta, produktet e Kosovës do të jenë shumë më të shtrenjta për shkak se çështja e energjisë elektrike, çmimi në energji elektrike është kosto operative. Dhe atëherë produkti i Kosovës nuk do të jetë konkurrent me produktin e importuar, sidomos prej Serbisë. Ju dini që ne jemi të vërë shumë prej produkteve të Serbisë. Dhe çka ndodh atëherë i hapet edhe një mundësi produkti i Serbisë, Maqedonisë kështu me radhë që ta vërshojnë tregun tonë. Dyta, produktet që i kemi në tregun, jo vetëm rajonal, po edhe evropian që eksportojmë, me mundin e vetë sa kanë mri bizneset me investimet e veta private, në qoftë se rritet çmimi i energjisë elektrike, atëherë produktet tona do të jenë më shtrejta në atë treg dhe do të bie kërkesa për produktet tona dhe gradualisht do të bie edhe eksporti. Kështu që këto janë pasoja shumë të mëdha për biznesin, janë pasoja shumë të mëdha për qytetarët e Kosovës, sot ke protestë ka qenë për mbrojtjen e qytetarëve, për shkak se qytetarët janë ngarkuar me 16.1% në ekonomi familjare. Tani po ngarkohen edhe një herë në produktin kosovar ose shërbimin Kosovë që do t'ja ofrohet. Kanë qenë edhe kolegët e mi të Klan Kosovës, konkretisht gazetari Flamur Gajtani, i cili ka biseduar me ekspert ekonomist lidhur me atë se çfarë po ndodh me liberalizimin e tregut të energjisë në Kosovë. Njemi me qëndrimet e tyre. Hapi pari kundërshtimit ishte mbledhja e firmave që deri tashti u bën nga mbi 300 operatorë. E pos peticionit, bizneset kosovare ka në plan të arrisin presionin edhe më tej për ta kundërshtuar daljen në treg të hapur për furnizim me energji nga 1 qershori. Për vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë po bëjnë gati edhe padi. I cili është në Shkup ka një numër shumë i madh i bizneseve dhe protestet që tashmë jemi dakorduar me shoqatat e bizneseve për ta mbajtur bashkë me bizneset, ne gjithashtu jemi të ndërmarrë edhe masa ligjore në katras juridike që ka të bëjë domosdoshmë ne jemi të përgatitur një land me të cilën do ta dërgojmë landën në gjykatat në Kosovë. Këta kërkojnë pezullim të dekretit për një vit për përgatitje ose subvencionim nga qeveria, por jo sikur masat e paralajmëruara nga Ministria e Ekonomisë. Të japësh subvencionime për izolim, kjo s'ka fare të bëjnë. Çka ta izolojmë? Ta izolojmë makinën që ka me prodhu diçka, asaj si duhet energjia për të prodhuar. Domthonë s'ka asnjë lidhje me këtë proces. Kundërshtimet rriten pasi sipas këtyre, as sistemi i transmetimit e as tregu i furnizimit nuk është gati. Vetë fakti që nuk ka ofertues dhe nuk po ndikon në rritjen e konkurrencës, do të thotë që diçka nuk është në rregull, kështu që përderisa kemi vetëm
një ofertues në këtë rast, atëherë nuk ka asnjë logjik puna e çështjes së liberalizimit të tregut. Bizneset kërkojnë hetim nga organet e drejtësisë për ngutinë që të liberalizohet tregu i energjisë për kompanitë me mbi 50 punëtorë e 10 milion euro qarkullim. Këta alarmojnë se nga ky vendim i zyrtarisë do të ketë dëmtim biznesesh, falimentim prodhuesish e rritje të kostos për familjet kosovare. Sikurse edhe pritej, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të njëjtën për herë të 23 radhazi ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Dështimi për ta bërë Kuvendin e ri ka zhytur vendin në një ngërç politik, duke lënë atë edhe pa qeveri të re kur kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve. Dështimet e njëpasnjëshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve nga brenda dhe jashtë vendit për të lëvizur përpara me krijimin, ngritjen e institucioneve. Të njëjtën ligjbërësit refuzuan për të 13 herë rresht të formonin një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për kreun e ri të organit ligjvënës. Seanca konstituive e radhës do të vazhdojë të shtunën e 31 majit. Ka qenë ministri në detyrë i bujqësisë, i qeverisë Kurti 2, Faton Peci, ai i cili ka qenë po ashtu në qendër të vëmendjes akuzave dhe jo vetëm kjo për shkak të një aksioni të policisë ndërmarrë në bashkëpunim apo me urdhër të prokurorisë speciale në ministrinë që ai drejton. Ky fundit ka reaguar si ditën e dieshme, ashtu edhe sot përpara seancës së Kuvendit, ku ka thënë se unë jam një libër i hapur dhe i gatshëm të bashkëpunoj. Njehemi edhe një herë me qëndrimin e tij sot. Unë jam një libër i hapur dhe i gatshëm të bashkëpunoj me drejtësinë, kështu deklaroi ministri në detyrë i bujqësisë Faton Peci përpara nisjes së seancës së radhës në Kuvend. Ministria e Pecit u bastis nga Policia e Kosovës në një aksion të urdhëruar nga Prokuroria Speciale me dyshimin për abuzimet tenderat dhe korrupsion për rastin e trajtimit të mbetjeve shtazore në vend, ndërsa vetë Peci u mor në pyetje lidhur me procedurat. Unë mendoj që është në interes të Kosovës, më shumë se sa në interes të Kosovës, në radhë parë për mua është me interes që sa më parë mos bardh çdo detaj për pretendimet që i kanë mekanizmat e drejtësisë, dhe unë jam i hapur edhe bashkëpunues edhe libër i hapur për këtë veprimet edhe për atë sa mund ka taku mu si minister edhe me kaq besoj që e përmbylli këtë temën. Kjo nuk është hera e parë kur ministrat e qeverisë Kurti përfshihen në raste korruptive. Përpara Pecit në dyert e drejtësisë ka qenë edhe ministre e infrastrukturës, ndërmarrësisë dhe tregtisë, Rozeta Hajdari, për rastin që lidhej me abuzimin e rezervave shtetërore, për të cilin edhe vetë Kurti është thirrur të dëshmojë, por ky i fundit i ka ignoruar organet e drejtësisë, duke u bërë shembulli i parë për ministrat e tij që në vend të bashkëpunojnë me organet, i sulmojnë ato. Kuvendi i Kosovës dështoi që të konstituohet në tentativën e tij të 23, por kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj përpara seancës tha se ka një marrëveshje gentlemanësh, kështu e quajtja ai me lëvizjen vetvendosje. Ai deklaroi se ka alternativa për zgjidhjen e ngërçit politik, por nuk e di nëse këto alternativa do të shfrytëzohen nga subjekti tjetër politik i drejtuar nga Albin Kurti. Gjithsesi, Limaj njoftoi se ka tashmë të planifikuar një takim edhe me kreun e lidhjes demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj tha se ka një marrëveshje gentlemane me lëvizjen vetvendosje. Ai deklaroi se ka alternativa, por nuk e di nëse do të shfrytëzohen nga subjekti tjetër politik i drejtuar nga Albin Kurti. Po në marrëveshjen gentlemane dhe marrëveshjen me shkrim nuk bëj dallim në personalisht se fjala për të futemi në tema të tilla. E rëndësishme është që tani më janë disa mundësi që duhet të shfrytëzohen. A do të shfrytëzohen? Nuk e di. Kreu i nismës theksoi se 2 ditë më parë është takuar me deputetin e lëvizjes vetvendosje Glau Konjufca. Po, kemi pikave me edhe çka tha? Kemi vizituar, kemi trajtuar. Zoti Konjufca është përfshruar në kryetarin e Kuvendit. Dhe të institucionet është njëse normale të bashkëbisedojmë për zhvillimet, për shqetësimet, për atë në cilën. E çfarë po flasim për çështjen e marrëveshje për cilën po flisni edhe ju. Si më dal nga kjo, si më dal nga kjo.
Para mediave, Lima i pranoi se ka biseduar edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku dhe se ditëve në vijim do të takohen për diskutime më të hollësishme. Nisma e Fatmir Limajt ka siguruar 3 deputet nga zgjedhjet e 9 shkurtit, të cilat, nëse bashkohen me ulset e partive pakicë shqiptare, i japin Kurtit numrat për formimin e qeverisë së re. Zhvillime politike ka edhe në Shkup nga seanca parlamentare e kësaj të enjteje kryeministri i Maqedonisë Veriut Kristian Mickoski i bëri thirrje përsëri opozitës që së bashku me qeverinë të lobojë te eurodeputetët për të votuar raportin për Maqedoninë e Veriut, i cili do të njihte identitetin shekullor maqedonas lidhur me kombin dhe gjuhën maqedonase, ndërsa në lidhje me ndryshimet kushtetuese ai theksoi se për sa kohë nuk ka Maqedonas në Komitetin Bullgar për minoritetet, nuk do të ketë asnjë zhvendosje as edhe 1 milimetër nga qëndrimet e mëparshme. Ndryshimet kushtetuese janë pikëkyçe në marrëdhëniet Republikë Maqedonitë Veriut Bullgari edhe për integrimin e vetë Shkupit në BE. Bullgaria kërkon që bullgarët në Maqedoninë e Veriut të njihen si element shtetformues për të hequr veton ndaj tyre. Flasim për zhvillimet në vend, ushtarak në rezervë mund të kthehen në shërbim aktiv sipas specialiteteve të tyre. Vendimi i qeverisë shqiptare parashikon që ata të aplikojnë për të marrë detyrat pasi t'i nënshtrohen një vlerësimi paraprak. Angazhimi i tyre në forcat e armatosura ka për qëllim forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes në kohën kur çështjet e mbrojtjes janë një nga diskutimet kryesore edhe në Bashkimin Evropian. Ushtarakët në rezervë do të rikthehen në shërbimin aktiv. Qeveria ka miratuar së fundmi vendimin që i hap rrugë forcimit të kapaciteteve të mbrojtjes me qëllim plotësimin e nevojave të forcave të armatosura me personel të kualifikuar, sipas modeleve më të mira të vendeve të NATO-s. Sipas këtij vendimi i propozuar më herët nga Ministria e Mbrojtjes, targeti i parë janë ushtarakët që kanë shërbyer më herët si oficer, nënoficer, ushtar apo detar, dhe tashmë kanë mundësi të rikthehen kur forcat e armatosura të kenë nevojë për specialitetin dhe përvojën e tyre ushtarake. Aplikimi për të interesuarit kryhet në platformën e-Albania, ndërsa kandidatët do të nënshtrohen vlerësimit nga Komisionet Përkatëse dhe kontrollet e sigurisë. Por çfarë ndodh me ushtarakët që përzgjidhen për të rikthyer në detyrë? Ushtaraku që rikthehet në shërbimin aktiv në forcat armatosura emërohet në detyrë në përputhje me specialitetin, si dhe nënshkruan kontratën e shërbimit. Gjatë kohës së shërbimit si ushtarak aktiv brenda kontratës, ushtaraku i rikthyer gjatë gjithë periudhës së kontratës ruan gradën që ka pasur në kohën e daljes në rezervë dhe nuk ka të drejtë të konkurrojë dhe të përparojë në grad. Ndërkohë, në rastin një mobilizimi të pjesshëm apo të përgjithshëm të forcave të armatosura, rikthimi në shërbim mund të bëhet edhe pa aplikim. Këtë herë ushtaraku në rezervë njoftohet nga qendra e personel rekrutimit që duhet të rikthehet në shërbim. Sipas një vendimi të fundit të miratuar nga Këshilli i Ministrave, qeveria ka përcaktuar gjithashtu edhe kushtet e shoqërisë shtetërore Kajo për industrinë ushtarake. Kajo do të hyjë në partneritet me privatin për prodhimin e municioneve dhe armëve. Në rastin e prodhimit dhe tregtimit të uniformave ushtarake dhe aksesorëve të tyre, Kajo nuk do të pranojë më pak se 40% e aksioneve në ndërmarrjen e përbashkët me privatin. Shoqëria shtetërore Kajo, SHA, gjatë procesit të negocimit në çdo rast siguron nga subjekti me të cilin negocion të paktën një vlerë investimi jo më pak se 15 milion euro në periudhën kohore të 3 vjetëve, punësimin e jo më pak se 400 punojësve në periudhën kohore të 3 vjetëve. Qeveria autorizon kompaninë shtetërore Kajo që të negociojë për gjetjen e partnerëve privat për ringjallërimin e industrisë ushtarake në uzinat e dikushme që prej vitesh janë tashmë jashtë funksionit. Përveç uniformave, synohet të prodhohen municione, armë, por dhe automjete ushtarake fillimisht për nevojat e forcave tona të armatosura dhe më pas edhe për tregtim. Ne kemi mbritur kështu në fund të Ballkan Update për ditën e sotme. Unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku ju mund të klikoni në çdo kohë dhe të njiheni aty me lajmet më të fundit nga vendi rajoni e bota, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, po vetëm pas pak vjen kolegu Nertan Prifti me Sport Center, vjoni qëndroni me ABC News.